Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jemi tek përmbledhja e fetavëve të Sheikhul Islam Ibn Tejmiyes rreth parimeve të fikut. Kemi arritur tek kaptina e namazit të xumas. Si pikë 412, autori përmbledhësi që i ka përmbledh fetavat e Ibn Tejmiyes thot, me fjalët e Ibn Tejmiyes, se xumaja është farz edhe për njerëzit të cilët jetojnë në kampe. Kudo qoftë që jetojnë, e kanë obligim m'ju përgjigj ezanit apo m'ju përgjigj atij vendi, asaj xhamie ku mblidhen muslimanët që me fal xuman. Xumaja falet nëse janë 3 persona. Njëri nga ata bëhet ligjërues, ndërsa 2 tjerë dëgjojnë. Ky është një nga transmetimet e Imam Ahmedit dhe një grup i dietarësh të tjerë. Disa prej ulemave, ka pas prej medhhebeve të caktuara, e kanë vendosur një limit pak ma tepër sa 3, domethënë kanë shku deri në 40 veta apo ku e di unë. Po esenca është që me xhamat falet kur je, domethënë 3 veta, me një aspekt imami e mban hutbën edhe 2 të tjerë do thotë e dëgjojnë hutbën. Nuk mjafton thot në ligjërat të xumas të çortohet dynjoja në tankona, po të përmendet vdekja, por patjetër të ligjërohet me gjithë kuptimin e ligjëratës. Jo mi dhon çdo herë anem vllazni që me godit vetëm dynjon, apo edhe milion çështje tjera. Më thonë duhet me qenë një ligjërat kuptim plote. Ligjërata nuk duhet me qenë shumë e shkurtër, tetë e shkurtër. Me çka edhe nuk plotësohet qëllimi i saj, është detyrim. Thot se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut. Në një vend tjetër bëhet detyrim thënia dhe 2 dëshmive, ndërsa është në mëdyshje përkatësisht me salavatet, a janë detyrim apo jo? A thuhen do thot salavatet apo nuk thuhen? Në një vend tjetër thot se është detyrim për shkak të fjalës Omerit radhiyallahu anhu dhe Aliut radhiyallahu anhu, se lutja qëndron mes qiellit dhe tokës derisa t'i dërgohet salavat pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po ta shtrohet një pyetje që nëse një imam, një hatib ligjëron, gjatë ligjërimit e përmend Muhamedit alayhi salatu wassalam. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë, është koprac ai person i cili e dëgjon emrin tim dhe nuk çon salavat mbi mua. Atëherë çfarë të bëjmë nëse imami, zakonisht imamët apo hatibët kur mbajnë ligjërata përmendin fjalët e Allahut dhe të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe kur përmendet Muhamedi alayhi salatu wassalam, na e kemi apo obligim apo dikush ka thënë sunet, është që të thuhet salavati. Po çfarë i bëhet tash kësaj çështje nëse ti je xhamatli gjatë kohës së dëgjimit të hutbës? Ulemaja kanë thonë që nuk çohet salavati me zë shkaku se prishet rendi apo qetësia e xhamatit. Bile nuk lejohet as amin me thonë nëse imami bën dua të caktuar. Porosia për të pasur frikë Allahun është detyrim, duke thonë në hutbën e ditës xumë, ligjëruesi dhe fjalë të ngjashme. Do thotë mi porosit xhamatin që me pas frikë Allahun subhanahu wa taala. Tek Ebul Abbasi, domethënë tek Ibn Tejmije, dëgjimi i ligjëratës është detyrim, është obligim, është wajib. Bile ka thonë Muhamedi alayhi salatu wassalam në një hadith, thot kushdo që i thot vllajt vet dikujt hesht, e hub shpërblimin. E tani mirë, po nëse vjen një i ri vllaje, a kemi raste vin xhamatli 3, edhe nuk e din këtë qëndrim, nuk e din këtë dispozit që e humbin shpërblimin nëse flasin, ata gjatë hutbës, gjatë namazit e din që s'ban me fol. Po themi shumica apo. Mirë, po nuk e din që nuk duhet me fol edhe gjatë hutbës, edhe të pyesin diçka. Nëse ja kthen ti me zë, e hub shpërblimin. Si mi dhon sinjal tash atij që nuk lejohet me fol, atëherë Sheikh Meshuri, hafidhahullahu taala, thot e krahasojmë, bëjmë një lloj kijasi me hadithin e pejgamberit alayhis salam, me veprimin, domethënë fjalëve të Resulit alayhis salam apo veprimeve të Resulit alayhis salam, që kushdo që vjen në xhami dhe ti je në namaz, xhami në shtëpi, pa rëndësi ka këtu, dhe ti jep selam. Çfarë duhet të bësh? Kthimi i selamit është wajib, apo dhënia e selamit është sunet.
Atëherë në kësi raste, çfarë bëjmë? Kësi raste vetëm e ngrisim dorën. Mirë po me zë nuk ja kthejmë selamin, sepse jemi në namaz. E njëjta gjë vllazni bëhet edhe gjatë hutbës, sepse dëgjimi i hutbës është wajib. Atëherë me gishtin tregues e vendos tek hunda, që me të pa ai që po flet apo ai që po të fol ty, me pa që ti pi thu me shej, hesht, mos fol, por se nuk i thu me zë hesht, por se me gishtin tregues e vendos tek hunda që ai e bën me kuptu që nuk lejohet me e fol. Kësi raste kështu lejohet me vepru. Është sunet që pejgamberi sa ti dërgohet salavat fsheh këtazi pa zë si lutja. Domethënë fsheh këtazi Sheikhul Islam Ibn Taymija e ka leju shkaku që mos të prishet ajo domethënë qetësia e xhamisë, sepse secili mund të salavate me bë prishet qetësia, subhanallah. Ngritja e zërit para ligjëruesit është e papëlqyer ose thotë është edhe e ndaluar. Apo, për shembull, mirë po është një çështje, vllazni, a lejohet tani imamit të flet gjatë hutbes, që është wajib, me fol me xhamatin poshtë, vetëm në raste specifike kur është e nevojshme. E dini rastin kur ka një person që ka kërku me mësu dinin Allah subhanahu wa taala, Muhamedi alayhi salatu wassalam, do thotë e ka ndalë hutbën edhe ka fol, edhe e ka thirrë në islam, apo e ka shpreh shahadetin. Rasti tjetër është personi i cili u fut në xhami prej besimtarve, ka hyrë në xhami edhe nuk është falë dhe është ulur. Muhamedi alayhi salatu wassalam çfarë bëri? Muhamedi alayhi salatu wassalam i tha ja Sulejk, au fale, e ndërpreti hutbën. Tha au fale, tha jo ja Rasulullah. Atëherë tha ngritu dhe fali 2 rekate, mirë po shkurt. Kjo i bie që ana e dietarëve apo pala dietarëve që e bëjnë përshëndetje xhamis, tahiyatul mesjid, wajib, i kanë argumentet më të fuqishme. Paramendo Muhamedi alayhi salatu wassalam penal hutbën, që është dëgjimi i saj wajib, edhe pje përparësi atij personi që su fal. Sikur të ishte thjesht një sunet, që mos të kishte mëkat, apo ko e dione një çështje pëlqyer, nuk kishte me ndërprej hutbën që është wajib. Mirë po, na këtu edhe një dobi e kuptojmë, që lejohet mes imamit dhe xhamatit me fol për raste të caktuara. Për shembull, muezini dhe imami apo imami me xhamatin, taso mikrofoni nuk po i bën. Atëherë midis hutbës thot preke këtu dhe këtu. E din imami për shembull çka duhet, çfarë problemi ka, tregon xhamatit dhe flet. Po në hadith ka që nëse ti flet hupsh problemi, nuk mirët bukfalisht hadithi kur ka arsye tim, kur ka arsye të theksuar. Pastaj thot lutjen që imami e bën pasi ngrihet mbi minber nuk ka domethënë bazë në fe. Ulema e kanë thonë që këto duat që bën, sidomos për shembull duat që bën në përgjithësi për prisa, për haptazi që bën kështu në hutbe me ngrit durë të gjitha, këto kanë thonë janë bidate të gjitha, ndërsa në aspektin e përgjithshëm apo me bë dua nuk ka asnjë problem. Se është paraqitur një bidat në kohët më të hershme, i kanë përmendur me emra, apo edhe pushtetarët me emra, i ka përmendur Allah e udhëzoft këta, Allah e forcoft këta, ku e diune, këto nuk ka. Në aspektin e përgjithshëm, o Zot udhëzoj popullin, o Zot udhëzoj pushtetarët tanë, o Zot ruaj popullin tanë, kështu nuk ka problem. Mirë, po me emra me hi pastaj mirë specifike nuk e kanë pëlqyer ulemaja. Pastaj thot është e urryer që imami të ngrej duart për lutje në ligjërat, sepse pejgamberi sa e ngrinte gishtin tregues kur bënte dua. Ndërsa në namazin e istiskas i ngrite duart në minber. Më thonë, istiska e dini namazi i shiut. O thot, kur bënte dua Rasuli alayhi salatu wassalam e ngrinte gishtin tregues dhe bënte dua në hutbe. Ndërsa kur e falte namazin e istiskas apo kur e bënte hutbën e namazit e istiskas, së namazit të shiut, atëherë thot i ngrinte duart. Në sabahun e ditës së xhumo vllazni, rekatin e parë lexohet surja e Sejdë. Rekatin e parë. Ndërsa rekatin e dytë
Surja Insan, El Insan. Por është e papëlqyer, thot lexohen çdo herë. Është sunet të lexohen këto sure të plota, jo në vazhdimsi, do të thot e ka mendimin Sheikhul Islam Ibn Taymija. Namazi 2 rekatësh para xumos është mirë, thot, por nuk veprohet çdo herë vetëm për shkak të dobisë së përgjithshme. Po do mund dal këtu sunet të posaçëm vllazni. Para namazit të xumos nuk ka. Sunet të posaçëm nuk ka. Sepse Muhamedi a.s. e kishte xhamin të ngjitur me shtëpinë e Resulit a.s. Dhe çfarë? Muhamedi a.s. u fuste në xhami në ditën e xumos, në kohën e xumos, namazit të xumos, dhe direkt shkonte në hutbe. Posa momentin kur shkonte në hutbe, Bilali u ngrinte dhe e thirrte ezanin. Ky ishte, domethënë, veprimi i Resulit a.s. Cilat synete janë që duhet të falen? Po ky ezani përpara që tek ne, do thot 2 ezane thirren, ku e ka bërë Resuli a.s. apo Bilali? Nuk e ka bërë. Po ku është shpikur ky ezan, vllazni? Para se me hyp në hutbe imami, është shpikur në kohën e Uthmanit për një rrethon të caktuar. Sepse njerëzit atë nuk kanë pasë kohë sikur sot, subhanallahu, me ditë saktësisht me minuta. Edhe çfarë, sikur po themi, në ora 12 është namazi xumos, atëherë diku ka 11:30, po e themi me një lagje pak më larg, njerëzit kanë punu dhe është thirrë ezani më u tregu njerëzve që përgatituni, sepse pas gjysore do të falet namazi, ndërsa sot secili din i kemi orare gjitha gjërat i dim, më nuk ka nevojë. Në kohën e Uthmanit kjo shpik. Për atë arsye, Sheikh Albani rahimahullahu taala thot çfarë, që në këtë kohë tani mo ato rrethana nuk janë. Atëherë duhet hiqet kjo si ezan. Pastaj këtë ezanin e dytë tek ne në xhami që e thrasin. Ezani për çka vllazni? Ezani është për mi thirr njerëzit. Bukur, ti çfarë po bën? Ku pe thirr ezanin? Pe thirr para imamit hutbes. Imamit hutbe që është. Ky ezan do të thirret jashtë. Apo? Ky ezan do të thirret jashtë. Po flasim vendet e muslimanëve, sepse vendet kur jeni ju në Gjermani është problem ezani pa u lejuar nga autoritetet komunale, është problem, po flasim vendet e muslimanëve tek ne, për shembull, që ky ezan i dytë që po thirret. Për çka je tu e thirr ti? Ti po e thirr brenda xhamis dhe para imamit. Realisht, që ky ezan do të thirret për jashtë, që mi thirr njerëzit me dëgju ezanin, jo ezani i parë që është thirrur kohën e Uthmanit. Më thonë, edhe pse disa prej dietarëve, për ty Sheikh Abadi dhe disa prej dietarëve thonë që përderisa është veprim i Uthmanit radhiyallahu anhu, atëherë mirët si mirëqen ky ezan dhe duhet vazhdohet, nuk ka asnjë problem. Por se më mirë kthehemi na tek metodologjia apo tek veprimi i Resulit sallallahu alaihi wasallam, sepse duhet shikohet pse e ka bërë Uthmani. Uthmani e ka bërë për një rrethon të caktuar, kjo rrethon të caktuar tashmë nuk çon pesh kjo rrethon të caktuar sot, atëherë themi që është mirë me hek kët ezan dhe me lën vetëm një ezan, Allahu e di më së miri. Pastaj thot, mirë po, para xumos ka namaz të përgjithshëm nafile që kanë orë sahabët i kanë falë 2, 4, 6, 8, 10, apo kanë falë 2 rekate, pastaj kanë bë dua, e kanë lexuar surën Kehf, apo kanë lexuar diçka, kanë bë dua, pastaj janë ngrit prapë kanë falë 2 rekate. Domethënë këto gjëra në aspektin e përgjithshëm lejohet me bë ibadet para namazit të xumos, apo para namazit të xumos, apo para hutbes së xumos. Edhe një gjë është një hadith që thuhet pejgamberi alayhis salam ka ndaluar të mbledhurit për ligjërim para xumos. Domethënë kjo që bëhet nëpër kursit tona, ky ligjërim që bëhet, Muhamedi alayhis salam e ka ndaluar, thot. Një pjesë e ulemave thot ky është hadithi i saktë. Një pjesë e ulemave thot hadithi është i saktë, një pjesë tjetër kanë thonë që është i dopt. E rëndësishme është që ligjërimi bëhet vetëm në hutbë, ndërsa kjo tjetra nuk duhet të bëhet me hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot,
është haram të kalohet mbi njerëzit në xhumë. Ebul Abbasi ibn Taymija thot nuk i takon asnjërit të kalojë mbi njerëzit që të hyjnë në saf. Nëse nuk ka vend të zbrazët as në ditën e xhumë, as në ditë të tjera, sepse kjo është prej zullumit dhe tejkalimit të kufive të Allahut. Hajde vllaje, më herët atëherë zinë safin e parë. Nëse të është zën ki shumë ngushtim apo tek safat, atëherë ti prej safit fundit ti shkosh mbi kokat e besimtarëve në safin e parë, nuk është në rregull. Me ardhi fundit e me shku i pari me dal atje. Pastaj thot, nëse bajrami bie në ditën e xhumë, mjafton falja e bajramit dhe falet dreka. Kjo lejohet përveç imamit të muslimanëve. Ky është mendimi Ahmedit rahimahullahu taala. Sheikhul ibn Taymija thot që nëse në ditën e bajramit ka radhë xhumaja, për xhamatliun bjerë xhumaja, sepse nuk janë 6 namaze me një ditë. Allah subhanahu wa taala i ka obligu 5 namaze. Nuk i ki 6. Dhe që kjo xhumaja i bie sikur është falur në bajram, në kohën e bajramit. Andaj, mirë po imami muslimanve apo imami i një xhamie duhet me dalë sepse ka musliman që nuk e kanë falë bajramin dhe falin xhumon, dhe nuk ka asnjë problem. Apo rëndësishme është ose bajramin ose xhumon duhet ta falë xhamati, por duhet ta falë imami realisht, por jo xhamati, nuk e ka obligim xhamati. Tash këtu është një hilaf tjetër vllazni që keni me dëgju ju, prej xhallarëve, prej ulemave të ndryshëm, një hilaf, një mosmarrveshje. A duhet falet dreka apo nuk duhet falet dreka? Shtrohet pyetja. Me thonë duhet falet dreka, i bie që duhet ta falesh në shtëpi, jo në xhami, sepse në xhami falet xhumaja. Apo sepse leni këto çështjet që mas xhumos e falin drekën. Pse se kjo ka ndodhur një bidat në mesin e disa mëdhëbeve, të cilët kanë shpikur një namaz të drekës shkaku që janë përhapur xhamia të shumta dhe kanë thonë që baba ki nuk na pranohet namazi përveç xhamis kryesore, atëherë për siguri përveç namazit xhumos ta falim edhe namazin e drekës. Kjo nuk ka bazë kështu. Andaj, hilafi është a duhet falet dreka apo nuk duhet falet dreka. Një pjesë thot që nëse nuk e fal xhumon, përpos që e ki fal bajramin, atër duhet të falësh drekën. Nuk të hiqet përgjegjësia e drekës. Bokur. Një pjesë tjetër dhe një sahabi e ka fal namazin e sabahut, pastaj e ka fal namazin e bajramit, edhe Ibn Zubejri më duket, se problem për kom me emna pi harroj, moti e kom lexu, librin e namazit e bajrameve, edhe thuhet që Ibn Zubejri me Sadi, me emën, mësë më kap një të emri, që nuk e ka fal drekën deri në qindi. Më thonë drejt prej namazit bajramit, s'ka fal asnjë namaz tjetër, kur ka ardhur i qindia e ka fal i qindin, që i bie që namazin e drekës nuk e ka fal. Më thonë ky sahabi i nderuar nuk e ka fal, kështu e ka kuptu, do thot veprimet si sunet i pejgamberit, si tradit e asaj kohe, por se kemi edhe do thot mendimet të ndryshme të ulemave që mund t'i hasni, që thonë që dreka, xhumaja bie mirë, po dreka nuk bie. Xhumaja nuk ka synete para ligjëratës. Sheikhul Islam ibn Taymija thotë që nuk ka synete para ligjëratës, para hutbës është fjala, nuk ka synete muakkede, synete të forta. Por se, siç tham, ka namazin përgjithësi nafile. Nëse shkesh më herët, ti domosdoshmë kemi fal 2 rekate, apo 2 rekate kemi fal tehiyetul mesjid, përshëndetje xhamis, pastaj sado që ti fal namaz nuk ka ndaj caktim, apo me thon syneti është çka, sikur që është syneti i drekës që i ka 4 përpara. Bukur, tash e kemi tek kaptina e namazit të bajramit. Është farz ain, sipas Sheikhul Islam ibn Taymijas, ky është mendimi e Ebu Hanifës, transmetimin nga Ahmeti. Mund të themi se është detyrim edhe për femnat, ky është mendim i Sheikhul Islam ibn Taymijas vllazi. Xhumhuri ulemave, çfarë thonë, është sunnet muakkede, sunnet i fortë. Është sunnet i fortë, por jo wajib.
por jo wajib. Sepse e marrën rregullin e përgjithshëm që Allahu subhanahu wa taala nuk I ka bë obligim 6 namaze. Apo nuk I ka bë obligim 6 namaze. Atëherë për atë arsye themi që është sunnet muakkede, mendimi më I saktë, Allahu e di më së miri, që thuhet që është sunnet muakkede edhe pse tek Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, tek Ebu Hanifja, edhe transmetimi nga Ahmeti thuhet që është farz ain. Farz ain I bie individual, farz individual që nëse nuk e fal je gjunahçar tek Allahu subhanahu wa taala, llogarit sikur me farzet, domethën namazet farz. Se farz ain është edhe farz kifaje, do thotë obligim individual edhe obligim shoqëror apo detyrim shoqëror. Është kusht që për faljen e namazit bajramit të jetë vendi I banuar dhe numri njerëzve I duhur me një vend apo ku ka, domethënë thjesht me një vend ku banojnë njerëzit, nuk mundesh ti me shku edhe me një vend ku nuk banojnë njerëzit të falet namazi. I lejohet ta fal edhe mysafiri, robi edhe gruaja. Bile gratë janë urdhëruar nga Muhamedi alayhi salatu wassalam apo që të vinë edhe ta dëgjojnë hutbën edhe ta falin namazin normalisht, bile edhe gratë me menstruacione të vinë, sepse musalla falet Gjumaja falet në shesh, falet në vendet publike, jo në për xhamia, por në pamundësi kur autoritetet nuk lejojnë të falet, dhe thot publikisht kështu në përsheshe, atë lejohet edhe në xhami. Edhe çfarë Muhamedi alayhi salam I ka nxit bële sa që kanë ardhur edhe gratë apo vajzat e reja të cilët kanë menstruacione kanë qenë, nuk kanë fal namaz, po e kanë dëgjuar hutbën. Andaj duhet me nxit edhe këtë sunet duhet me nxit që muslimanet me praktiku. Nëse ky namaz I ikën dikujt, nuk duhet të kryhet. Ky është mendimi I Ebu Hanifës rahmetullahi alayh. Të gjithë ligjëratat në ditën e Xhumë, 2 bajramet, në istisqa, namazin e shiut, të përgjithshmet nuk fillohen vetëm se me falëndërim dhe Allahu subhanahu wa taala, apo elhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah, domethënë fjalë të ngjashme të tilla. Tekbiret Allahu akbar që bën natën e bajramit janë të ligjshme. Domethënë nesër o bajrami, sot është nata e bajramit. Periudha e tekbireve është nga koha e daljes së hënës së re të muajit Shawwal deri në përfundimin e namazit të bajramit. Pastaj thot, Kurban bajrami është më I vlefshëm se fitr bajrami dhe më e vlefshme se ditët e tjera të vitit. Është sunnet vllazni të lexohet me zë në namazin e kusufit, ku qoftë edhe gjatë ditës, kusufi e dini vllazni është namaz I zënjes së diellit apo tonës, ku zënjet dielli apo hona është mirë. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka fal namaz gjatë, dhe ky namaz e kemi trajtuar në derset e kaluara në çështjet e fikut, dallon pak prej namazeve të namazeve që jemi mësuar ti falim, është me 2 ruku dhe normalisht I bie sikur mi fal 4 rekate, apo po themi kështu kushtimisht. Namazi, po ashtu thot, namazi kusufit falet për çdo shenjë prej shenjave të Allahut, siç është termeti. Ky është edhe mendimi e Ebu Hanifës dhe transmetim nga Ahmeti. Nuk ka kusuf, namaz domethënë të zënjes diellit dhe të hënës, vetëm se në netët kur hëna është e plot dhe kur është në natën e 28 apo 29. Të shkosh të ndonjë varr për ta lutur Allahun me shpresë se do të përgjigjet lutjes në atë vend, është bidat dhe e ndaluar. Madje ky është shirku I vogël, sepse çdo mjet I cili shpihen shirkun e madh është shirku I vogël. Domethënë për me e shtjellu vllazni. Nëse një person, se është mesile e hull kjo, Nëse një person thot, vendi ku unë shkoj është më I mirë për pranimin e duas, që kjo thënie e tij është bidat, veprimi I tij është bidat, por se nuk I themi që ka bërë shirk të madh nëse nuk e lut tyrbën apo varrin. Më thonë, çfarë po themi? Ky person po thot, unë po shkoj tek filan tyrbe apo varri,
edhe pe luti Allah subhanahu wa ta'ala, pa ndërmjetësus, pa kur gjohën. Veç po thot, vendi është disi se ky ka qenë njeri mirë, se në vetë kujdjone. Dhe më thonë, gjëra tilla që ishin nimna. Në këtë rast, ky ka bo bidat, ka bo një gjë të ndaluar, ka bo një shirk të vogël, po jo që ka dal nga feja e Allahut subhanahu wa ta'ala. Duhet me bo dallimin, apo jo çdo person që e shet e varri, mundesh mi thonë që u bë mushrik apo kafir. Duhet me pas kujdes. Se na I shohim po plot të xhallar për shembull I çajnë durt ku e diune te një tyrbe I çajnë durt edhe ke bo shirk të madh. Ka dalë vëlla, çka boni ai? Po ja lexoj surën Fatiha. Mirë, surja Fatiha, leximi I surës Fatiha, po e themi është bidat. Pa se ka lut varrin vëlla. Varrin se ka lut. Ka bo dua që Allah më mëshiru. E tash çështja tjetër është. A I themi, a kritikojmë na hoxhen pse ka shku te filan tyrbja që është ngrit, mi çu durt, po e kritikojmë. I themi mo hoxhin nderuam, sepse ti po ja qel derën I dhujtarëve, dervishëve të cilët e lusin evliat e tyre, ti po ja qel derën disi po I miraton ato vende në thojzat bekura apo vende të mira që I quajnë. Ku ta den dervishi ti që po shkon si hoxh me tyrbe që e kanë zbukuru, e kanë ngrit aty 3-4-5 metra, apo kanë bërë ndërtesë mbi to, ku e den dervishi ti që nuk po e lut varrin. Andaj është e udhës që hoxhat ketë kujdes nga këto veprime që mund të keq kuptohen tek mosa e gjë. Shkoj, thot hoxha, shkoj. Ti po flet mirë, po shkoj hoxha. Andaj duhet me pas kujdes në këtë gjë. Nëse ndonjëri thot, unë jam në begatin e filanit, duke pasur për qëllim dobin e rritur nga ai, në dituri dhe etik, atëherë nuk ka të keqe, thot. Në unë jam begatin e filonit. Nuk është ajo konteksti që unë po marr diqysh bereqet apo ku e diune prej qenjes ti, apo prej djersës ti, apo prej ku e diune fjalë të ndryshme apo të sufive që janë. Mirë po thjesht thot ku marr begatin e filonit duke pas për qëllim që ma ka mësu dijen. Në këtë rast thot nuk ka asnjë të keqe Sheikhul Islam Ibn Taymija. Mirë po nëse ka për qëllim se ka begatit veçant e cila I sjell dobi dhe ja largon të këqijat, atëherë kjo është gënjeshtër edhe është e kotë. Dhe është çështje rrezikshme. Bile subhanallahu ju kallëzoj Sheikh Albani rahimahullahu taala që e cek në librin e tij Tawassul. Subhanallahu Imam Ahmedi vllazni, Imam Ahmedi e ka leju që themi është bidat dhe themi gabim e ka, apo mos të keq kuptohet, e ka leju tawassulin me pejgamberin alayhis salatu wassalam. E ka leju të vesulin me pejgamberin a.s. Ja rab për hir të Muhamedit a.s. Ja rab për shkak të qenjes të tij apo ku e diune, për shkak të mirave të tij, gjithë, domethënë të vesul me bo me Muhamedin a.s. E ka leju Muhamedi, ky Imam Ahmedi. Imam Shaukani, prej dietarëve të mëdhenj, e ka leju përveç pejgamberit a.s. edhe me uliat e tjerë. Mirë, po këto juve për ju tregoj vllazni. Sepse, edhe pse sufit këto I kanë marrë, I kanë nxjerrë prej fjalëve të ulemave të hershëm që janë ulemat tonë, këto dietar selefien, dietar të ehlis sunetit, po është se këtu themi nuk kanë argument këta. Qoftë Imam Ahmedi, qoftë Imam Shaukani. Por ata sy thot Sheikh Albani thot kjo është bidat. Domethënë siç e tham, tewasulin Imam Ahmedi dhe Imam Shaukani e ka lejuar. Por se nuk kanë argumente. Përdesa nuk kanë argumente, atëherë normalisht që ne nuk I marrim për bazë fjalët e tyre të cilët kanë thonë se lejohet. Mirë po, në këtë kontekst I arsyetojmë ata të cilët bëjnë tawassul dhe I themi jo, mos e bën, kjo nuk është e lejuar, sepse kjo mund të çojë tek shirku I madh dhe duhet të kesh kujdes në këtë çështje. Dhe I themi se nuk ke argument nga Resuli alayhis salam, nuk ke argument nga sahabët, bile e dim na apo e dim Ibn Abbasin subhanallah thot ne bënim me xhaxhajin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, thot me bënim tawassul apo jo ne në kohën e Resulit alayhis salam bënim me pejgamberin alayhis salam tawassul, pastaj pas vdekjes së tij thot çfarë nuk shkuan ata tek varri me bë tawassul, por se bënin me xhaxhajin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, dhe thot tawassul. Tawassuli I lejuar është vllazni me vepra të mira. Ti e bën një vepër të mirë,
apo zbashku me një person i lutesh Allahut subhanahu wa taala, kjo nuk ka ndalesë. Mirë, po me shku tek varri, me vot tawassul, kjo është e ndaluar sepse nuk ka do thot argument për këtë dhe e qel derën e shirkut dhe është rrezik shumë i madh deri në takimin e radhës me kaptinën e xhenazës. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nëse keni ndonjë pyetje, do të përgjigjemi inshallah taala rreth temës në fjalë apo edhe gjërave të tjera. Allahu ju shpërbleft.